politika për familjen dhe mirëqenjen e saj. Kështu mbase do të ishte përshkrimi më i saktë dhe më i shkurtër i qeverisjes sonë në shënimin e ditës ndërkombëtare të familjes, sepse ajo, pra familja, është trajtuar jo si diçka e ndarë dhe jashtë kontekstit zhvillimor, por në tërësinë e politikave sektoriale dhe në kuadrin e gjerë të vendimmarrjes. Për ta zbërthyer këtë, më lejoni të përmbledh disa prej punëve, shumë prej të cilëve në sektor të ndryshëm, por që të gjitha në qendër e kanë familjen. Për herë të parë në Republikën e Kosovës kemi nisur me aplikimin e shtesave nga të cilët kanë përfituar mbi 400.000 fëmijë. Kur nesëm me 10 dhe 20 euro, pati edhe tallje për qeshje për një politikë të këtill, por vetëm që më pastaj të njëjtët të fillonin vetëm garën me zotime elektorale për numra më të mëdha. E sot çdo familje që plotson kushtet merr shtesa prej 30 deri në 45 euro, varësisht nga numri i fëmijëve. Ndërkaq zotimi ynë është që në mandatin e plot, të cilin e synojmë edhe një herë, shtesat për fëmijët të dyfishojmë 60 deri në 90 euro. Paralelisht me këtë, kemi filluar me shtesat për lehonat, nga të cilat kanë përfituar më shumë se 80.000 nëna. Njësoj sikurse për fëmijët, edhe këto i patëm gjetur zero. Nesëm me 107 euro në muaj, aktualisht janë 325.9 euro, por me synimin që ato t'i ngrisim në 500 euro në muaj, ashtu siç edhe jemi zotuar publikisht. Pra nga zero në këto shifra dhe me kaq shumë përfitues. Kësaj kaq shumë familje me më shumë të ardhura dhe me mirëqenie në ngritje. Dhe për të numrave, kjo është edhe politikë zhvillimore me elemente edhe emancipuese shoqërore. Përveç se ekonomike, sepse në qeverisjen tonë më shumë se 100.000 gra kanë hapur për herë të parë qirologari bankare me qëllim të pranimit të shtesave për fëmijët. Ndërsa kemi prezantuar edhe skemën gjenerat pas gjenerate, me të cilën gjyshërit pensionist, të cilët kujdesen për mbesat dhe niprit, prej 13 deri në 36 muaj, do të mund të mbështeten financiarisht nga shteti. Kësaj fëmijët rriten me dashurinë dhe kujdesin e gjyshërve në mjedise të sigurta dhe të përshtatshme, gjyshërit vlerësohen dhe prindrit punojnë pa shqetësim e njëkohësisht nuk kanë kosto shtesë. Familjeve u kemi ulur shpenzimet duke subvencionuar drejt për drejt librat shkollor dhe materialet mësimore, me më shumë se 400.000 nxënës përfitues në një proces i cili i shmang abuzimet dhe keqpërdorimet. E po ashtu duke punësuar qindra asistent për fëmijë me nevoja të veçanta, por edhe duke ndarë bursa për studentët. Kemi përkrahur më shumë se 3.000 familje për të izoluar shtëpitë e tyre, duke u ofruar kushte më të mira jete, siguri, por edhe duke kursyer energjinë, e rrjedhimisht edhe xhepin e tyre. Gjithashtu në kuadër të masave të eficiencës, kemi përkrahur më shumë se 42.000 familje për blerjen e pajisjeve eficiente. Më shumë se 200.000 familje kanë përfituar nga subvencionimi i faturave të energjisë në dimrin e vështirë ndërmjet viteve 2022-2023, ndërkaq në kuadër të programit për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm, më vonë kanë përfituar edhe 90.000 familje të tjera të kualifikuara. Në bujqësi, më shumë se 120.000 përfitues nga subvencionet dhe grantet, janë familje të cilave shteti u ka dalë në krah. Pra nga shtesa specifike për fëmijët e lehonat, si politika sociale, tek arsimi, ekonomia, eficienca, energjia e bujqësia dhe jo vetëm, të gjitha për familjen. Për të mos e zgjatur, për plot veprime, masa e vendime të shpërndara në sektor të ndryshëm, të cilat dëshmojnë ato që thash në fillim, politika për familjen dhe mirëqenjen e saj.
Në këtë mandat, për të shtuar kujdesin shtetëror, për herë të parë në Qeverinë e Republikës Kosovës, kemi edhe Ministri për Familjen. Kësaj krahas politikave sektoriale për familjen, tashmë një mëri çështjes të ndërlidhura, të cilët kërkojnë trajtim më të thellë dhe specifik, do të trajtohen në këtë dikaster. Por për më shumë hollësi, lidhur me Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shërimtare, vetëm pas pak mund të na flas vetë Ministri Hoti. Të nderuar të praneshëm, Dita Ndërkombëtare e Familjes, si simbolik e promovimit të vlerave dhe rolit të saj në shoqëri, ka në thelb ndërgjegjësimin për çështje sociale, ekonomike e demografike. Organizata e Kombëve të Bashkuara, e cila në vitin 1993 e kishte shpallur 15 majin si Ditën Ndërkombëtare të Familjes, këtë vit atë e shënon me temën Familjet, pabarazit dhe mirëqenia e fëmijëve. Thirrja për investime në politika të orientuara drejt familjes, me qëllim të uljes së pabarazive dhe zhvillimit të shëndetshëm të fëmijëve, përkon me angazhimin ton me politika për familjen dhe për mirëqenien e saj. Ju falenderoj të gjithëve për kontributin që jepni, për punën që bëni, për pjesëmarrjen sot dhe vëmendjen tuaj.